qytetarë, të cilët janë kontribues në skemën e sigurimeve shoqërore në Shqipëri, por edhe në skemën e pensioneve në Itali, pyesin në mënyrë të vazhdueshme se si dhe ku ata duhet realizojnë aplikimin e tyre për pension që të jenë përfitues të marrëveshjes. Përgjigjet e këtyre pyetjeve të gjeni në episodin e 8 takimet e utën, dhe për të ndjekur videon e plot, unë ftoj të abononi tani në kanalin tim në YouTube të Utanune. Të nderuar miq, marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë është një ngjarje më të mirëpritura dhe më të pritura për shqiptarët, sidomos ata që janë me banim në Itali, sepse kjo marrëveshje i mundson njohjen dhe përfitimin e pensionit për çdo vit kontributiv që ata kanë, si në skemën e sigurimeve shoqërore në Shqipëri, edhe në skemën e pensioneve në Itali. Në takimin e 8, në ditën e sotme, ne do të trajtojmë dy elemente ose dy çështje shumë të rëndësishme të marrëveshjes. E para lidhet me çështjen ku kemi të bëjmë me rastin e një qytetari shqiptar që është i papunë, dhe si ai mund të aplikojë që të jetë përfitues i të ardhurave ose i ndihmës ekonomike për papunësinë, dhe e dyta në këtë rast lidhet në mënyrë të drejtë se si dhe ku një qytetar duhet të aplikojë për të qenë përfitues i një pensioni. Qoftë një qytetar shqiptar ose italian nëse janë banuar në Shqipëri apo janë rezident në Itali. Për të përfituar ndihmën ekonomike për papunësinë, një qytetar shqiptar në këtë rast nëse nuk e ka plotësuar kriterin që një ligji për të qenë përfitues i saj, për shkak të viteve të punës të munguara në Itali, atëherë në pas të marrëveshjes, ky qytetar shqiptar do të njihen edhe vitet e punës në Shqipëri. Dhe kjo gjë mund t'i mundsojë atij që ta përfitojë këtë ndihmë ekonomike. Nga ana tjetër, kur kemi të bëjmë me qytetarë shqiptar të cilët janë në momentin që kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi, dhe ata duhet të dinë se ku ata duhet përcjellin kërkesën për pension, pasi mund të jenë përfitues të pensionit, si në rastin e Italisë e në rastin e Shqipërisë. Dhe në këtë rast, pyetjen e shumta që bëjnë qytetarët është që ata duhet bëjnë dy aplikime. Pra duhet të aplikojnë për pensionin në Itali, pra INPS-it në Itali, dhe për pensionin shqiptar pra Instituti i Sigurimeve në Shqipëri, jo të nderuar miq. Kjo marrëveshje lehtëson të gjithë procesin e aplikimit tuaj, pasi juve për të qenë përfituesi të dy pensioneve, mjafton që të bëni një kërkesë të vetme unike, dhe këtë mund ta bëni në varësi të vendit tuaj të rezidencës. Pra mund ta bëni në Itali, nëse doni të jeni përfitues i një pensioni në Shqipëri dhe në Itali, por mund ta bëni në këtë rast edhe në Shqipëri, nëse jeni rezident në Shqipëri ose banues në Shqipëri dhe doni të jeni përfitues i të dy këtyre pensioneve që mund t'i merrni në Shqipëri. Çfarë thot marrëveshja për këtë rast? Marrëveshja ka lehtësuar procedurat dokumentave që juve duhet përcjellni për aplikim për pension, por nga ana tjetër marrëveshja parashikon një ulje drastike të kostove të aplikimit. Çfarë do thotë kjo? Marrëveshja njeh që një qytetar shqiptar apo italian, dhe ne mund të marrim rastin një qytetari shqiptar që jeton në Itali. Ai mund aplikojë pranë INPS-it në Itali për të qenë përfitues i një pensionit në Itali, por njëkohësisht mund aplikojë pranë INPS-it në Itali për të qenë përfitues edhe një pensioni në Shqipëri, gjithmonë nëse ata kanë plotësuar kriteret minimale të viteve kontributive, 20 vite në Itali dhe 15 vite në Shqipëri. Në këtë rast, institucionet përmes organismave të tyre bashkëpunëtues, ata mundësojnë që të bëhet pranimi në dokumenta origjinal në gjuhën që individi e përcjell, për shembull rastin konkret mund të kemi dokumentat në shqip, pa që nevoja që këto dokumenta të përkthehen, të notarizohen apo të legalizohen. Të gjitha këto kostot marrëveshja e ka eliminuar. Sepse INPS-i në këtë rast, kur merr kërkesën e qytetarit shqiptar që kërkon të aplikoj për një pension në Shqipëri, ai i merr të gjitha qoftë kërkesën, qoftë dokumentat në gjuhën shqipe, dhe këto dokumenta i përcjell po INPS-i pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Kjo është edhe një hallk tjetër që është hequr nga për qytetar, pasi procesi e transferimit të kërkesës nga një institucion në tjetrin bëhet nëpërmjet institucioneve. Dhe në këtë rast qytetari shqiptar është ndihmuar, ose qoftë edhe qytetari italian, në mënyrë të dufisht. Është ndihmuar sepse ai aty janë ulur kostot administrative për të realizuar procesin e dorëzimit të dokumentave nga një gjuhë në një gjuhën tjetër, pra nga shqip duheshin përkthyer në italisht, notarizuar, legalizuar, e gjitha është një kosto, dhe njëkohësisht gjitha është një kohë që i merr qytetarit. Dhe nga ana tjetër,
Ky qytetar në këtë rast i është lehtësuar edhe koka burokracisë, sepse ai nuk ka më nevojë të ende zyrave, po mjafton që bën kërkesën, janë vetë institucionet që bashkëveprojnë me njëra tjetrën, duke përcjellë dokumentat nga një institucion në tjetrën. Në këtë mënyrë, qytetari përmes një kërkese të vetme, përmes realizimit kërkesës në një gjuhë, atëherë është e vlefshme ose e vlefshme kjo kërkesë, sikur ai e ka bërë në të dy këto institucionet. Të nderuar miq, ne në të treja këto episodet e fundit ju kemi shpjeguar në mënyrë të detajuar të gjitha elementet më të rëndësishëm të marrëveshjes së pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Ju kemi thënë që kjo marrëveshje hyn në fuqi në ditën e parë të muajit të dytë, kur të dy ministritë e jashtme të Shqipërisë dhe Italisë kanë realizuar procesin e shkëmbimit të dokumenteve ratifikues. Dhe ne tashmë presim edhe dekretimin nga presidenti i Republikës së Italisë të kësaj marrëveshje në mënyrë që të realizohet procesi i shkëmbimit. Dhe menjëherë pasi kjo marrëveshje hyn në fuqi, atëherë qytetari shqiptar përfiton nga bashkimi i periudhave kontributive, që do thotë të gjitha vitet kontributive që ai ka derdhur në Shqipëri, bashkohen me të gjitha vitet kontributive në Itali dhe këto krijojnë një periudhë të vetme. Dhe kjo periudhë e vetme mundëson që ai qytetar, nëse nuk e ka plotësuar vitet minimale për të përfituar një pension në Shqipëri apo në Itali, mund të jetë përfituesi i pensionit si në Shqipëri edhe në Itali përmes bashkimit të këtyre periudhave kontributive. Është rëndësishme të edhe theksojmë që kemi të bëjmë me periudha kontributive, që nuk kuptohet që këta qytetarë duhet të kenë derdhur kontribute për sigurimet shoqërore në Shqipëri ose në Itali. Por që të njihen këto periudha kontributive të bashkuara, ka edhe një element të rëndësishëm në këtë rast, që do thotë që këto periudha nuk duhet të kenë mbivendosje njëra me tjetrën, që do thotë nëse ke derdhur kontribute për sigurime shoqërore vullnetare në Shqipëri, por në të njëjtin vit ke qenë edhe i punësuar në Itali dhe ke derdhur kontribute për skemën e pensioneve, ky bashkim periudhash nuk mund të realizohet, sepse në këtë rast ka mbivendosje. Dhe ndaj në këtë rast është rëndësishme që kur bëhet bashkimi të mos kemi një mbivendosje. Njëkohësisht, kjo marrëveshje është shumë e rëndësishme, sepse i mundëson qytetarit shqiptar apo italian që ai mund ta përfitojë pensionin vetëm në një nga vendet ku ai dëshiron. Pra nëse marrim shembullin e një qytetari shqiptar, i cili jeton në Itali, dhe kur ai përcjell kërkesën për pension, ai nga ana tjetër përcjell dhe kërkesën që dhe pensionin që merr në Shqipëri të mund ta marrë në Itali, atëherë kjo mundësohet në këtë rast përmes transferimit të pensionit shqiptar në Itali, dhe qytetari shqiptar kur shkon në bankë, ai ka të drejtë ta tërheqë këtë pension që merr në Shqipëri në monedhën euro në varësi të kursit të këmbimit që ka banka e Itali. E njëjta gjë ndodh edhe nëse kemi të bëjmë me një qytetar shqiptar që jeton në Shqipëri. Por ndërkohë atij i takon që të përfitojë edhe një pension nga Italia, ai në këtë rast mund të bëjë kërkesën që pensioni në Itali të mund të vinë në Shqipëri, dhe kur ai shkon në një bankë të nivelit të dytë për ta tërhequr, ai do të tërheqë një pension në lek, jo tashmë në euro, pasi ky pension në euro do t'i konvertohet në lek në varësi të kursit të këmbimit të bankës në të cilën ai qytetari shqiptar do shkojë të bëjë tërheqjen. Pra të nderuar miq, siç e shohim, marrëveshja ofron jo vetëm respektimin e një të drejte kontributive të qytetarëve shqiptar, qoftë në Itali edhe në Shqipëri, në mënyrë që ata të mos humbasin asnjë vit kontribut, por nga ana tjetër thjeshton shumë procedura në mënyrë që këta individ të përfitojnë të plot të gjitha kontributet që e kanë derdhur si në Shqipëri edhe në Itali. Është sërish e rëndësishme për të theksuar që ti je përfituesi i një pensioni në njërin nga këto dy vende, duhet të kesh minimalisht një vit kontributiv. Që do thotë, nëse një qytetar shqiptar ka për shembull në Shqipëri vetëm 8 muaj kontribute, ai nuk mund të jetë përfituesi i një pensioni në Shqipëri për këto 8 muaj, pasi duhet minimalisht të jetë plotësuar një vit kontributiv. Por, nga ana tjetër, këto 8 muaj mblidhen në mënyrë kumulative së bashku me vitet e kontributit në Shqipëri. Në këtë rast, të nderuar miq, unë juftoj në këtë rast se juve të rimendoni edhe njëkohësisht të sillni kujdesin tuaj dhe të filloni përgatitjen për të gjithë dokumentacionet që do t'ju duhet për të dalë në pension, në mënyrë që në momentin kur juve të mbushni moshën, sipas shtetit italian kriterëve të tij dhe sipas shtetit shqiptar kriterëve të tij, ju në këtë rast të keni të gjithë dokumentacionin gati.
Tashmë që ne vi kemi shpjeguar të gjitha detajet e marrëveshjes, dhe që ju tashmë jeni njohur me to, a jeni gati për të filluar procesin e aplikimit? Të nderuar miq, unë juftoj të shpërndani këtë video në mënyrë që sa më shumë qytetar të njihen me të gjithë procesin, në njëkohësisht me të gjitha lehtësira dhe të drejta që jep marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë. Për të informuar në kohë reale, unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube. Njëkohësisht juftoj të parashtroni të gjithë pyetjet tuaja dhe unë do t'i përgjigjej me shumë kënaqësi. Të nderuar miq, në pjesën e dytë të episodit të Tek Takimet e Utën, në këndin e pyetjeve do t'i përgjigjem me 3 pyetje që ju na keni adresuar. Pyetja e parë është rasti një qytetari i cili deklaron se ka filluar punën në Shqipëri nga mosha 15 vjeç. Ndërkohë që ligji i sapo hyrë në fuqi në Shqipëri për njohjen e viteve të punës përpara 1 janari 1994 përcakton ose i njeh këtij qytetari vitet e punës nga mosha 18 vjeç. Dhe qytetari pyet, këto 3 vite pune që unë kam realizuar nga mosha 15 deri në 18 vjeç në Shqipëri, a janë vite që mua më njihen në Itali? Të nderuar miq, në një rast të tillë është shumë e nevojshme që fillimisht këto 3 vite pune të njihen paraprakisht në Shqipëri dhe mëtej në Itali. Dhe në këtë rast, qytetari do të duhet të përcjellë një kërkesë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri, të dokumentojë që nga mosha 15 deri në moshën 18 vjeç ai ka punuar, dhe kur Instituti i Sigurimeve Shoqërore i kthen përgjigje pozitive dhe ja njeh këto 3 vite si vite pune, automatikisht në respektim dhe në zbatim të marrëveshjes së pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, këto 3 vite pune që e ka kryer në Shqipëri nga mosha 15 deri në moshën 18 vjeç, janë vite pune dhe kontributi që do të njihen edhe në Itali. Pyetja e dytë është rasti një qytetari i cili ka 16 vite kontributeve në Shqipëri dhe është përfitues i një pensioni, por nga ana tjetër ka 12 vite kontributi në Itali. Ndërkohë që ai nuk e ka mbushur ende moshën 67 vjeç. Dhe qytetari pyet, a përfiton ai nga kjo marrëveshje dhe a mundet dhe kur ai duhet të aplikojë për përfituar një pension edhe në Itali? Në rastin konkret, qytetarit i mundson kjo marrëveshje bashkimin e periudhave kontributive, 16 vite në Shqipëri dhe 12 vite në Itali. Bashkimi i këtyre dy periudhave do thotë që ky qytetar ka tashmë 28 vite kontributive. Dhe duke qenë se ai e plotson me marrëveshjen numrin 28 vite kontributive, që nuk kuptohen janë më shumë se 20 vite kontributive që kërkon ligji italian për të qenë përfitues i një pensioni, atëherë ky qytetar kur të mbushë moshën 67 vjeç ka të drejtë që të aplikojë pranë INPS-it në Itali që të jetë përfitues i një pensioni edhe në Itali. Nëse nuk do kishte një marrëveshje, qytetari edhe nëse do mbushte moshën 67 vjeç, ai nuk mund përfitonte pension për 12 vitet e tij kontributive për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ai nuk plotësonte kriterin minimal që është 20 vite kontributive. Rastin e dytë, në këtë rast kemi të bëjmë një qytetar i cili ka 25 vite kontributive në Itali dhe 20 vite kontributive në Shqipëri. Ky qytetar në këtë rast është përfitues i një pensioni si në Itali edhe në Shqipëri. Në rastin konkret qytetari thotë, a unë përfitoj nga marrëveshja? Në rastet kur kemi të bëjmë me qytetarë të cilët janë në pension, këta qytetarë nuk janë përfitues nga marrëveshja, sepse ato tashmë e gëzojnë një pension si në Itali edhe në Shqipëri. Por nëse do kishim rastin që ky qytetar nuk ka dalë ende në pension, edhe pse ka 25 vite kontributive në Itali dhe 20 vite në Shqipëri, pra është ende pa dalë në pension, ky qytetar në këtë rast është përfitues si në Itali edhe në Shqipëri i një pensioni, sepse edhe nëse nuk do ishte marrëveshja, ky qytetar i plotësonte të dyja kriteret, edhe 15 vite kontributive minimale në Shqipëri, edhe 20 vite kontributive minimale në Itali. Por çfarë i mundson shtesë marrëveshja këtij qytetari? Qytetari marrëveshja e mundson sepse bashkimi i këtyre dy periudhave mund ta ndihmojë këtë qytetar që të dalë në pension para kohe, sepse ai në këtë rast e ka realizuar kriterin që kërkon ligji italian që të dalësh në pension para kohshëm. Për burrat duhet 60 të ketë mbushur 42 vite e 10 muaj kontribute. Në këtë rast qytetari përfiton
për të dalë në pension të parakohshëm. Të nderuar miq, në episodin e 8 neve ju shpjeguam në mënyrë të detajuar jo vetëm elementet më të rinj të marrëveshjes, por gjithçka, një përmbledhje të gjithçka që kishte marrëveshja e pensioneve në Shqipëri. Nëse ju tashmë jeni në prag daljes pension, a jeni gati që të dorëzoni të gjithë dosjen tuaj për të dalë në pension? Të nderuar miq, ky ishte takimi ynë për sot. Për të marrë të gjitha informacionet e nevojshme në kohë reale, unë ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Utan Online. Njëkohësisht ju ftoj të pëlqeni, të bëni komente dhe të shpërndani këtë video, në mënyrë që sa më shumë qytetarë të njohin në mënyrë të plotë, të saktë, por edhe shumë të thjeshtë, gjithçka që ofron marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Deri në takimin e ardhshëm, miru takofshim.